Përshëndetje të gjithëve, jam Arber Gegaj, jam pra themelues i projektit Ballkanexa. Sot po ju prezantoj pra zgjidhjen tonë digjitale B2B, një zgjidhje e munguar për pjesën e eksportit për prodhuesit tonë të vegjël drejt Bashkimit Evropian. Pra fillimisht siç e dim tek pra prodhuesit tonë të vegjël, pra varen nga dy pengesa strukturore. Pra pengesa e parë është që varen nga panajiret fizike dhe nga ndërmjetësit informal, ku këto rrugë janë të shtrejta, janë pra sezonale dhe u heqin kontrollin mbi çmimet, kurse e dyta i mungojnë pranëritë bazike, pra digjitale për me prezantu edhe me e shit personalisht vetë një produkt online. Ne e kemi mendu një zgjidhje ku kena me integru, siç e thamë më herë, pjesën e sistemit pra B2B, ku përmes platformës tonë e kemi integru dhe pjesën e AI, ku AI ka me ndihmu me bo një zgjidhje sa më të mirë, me gjet një investitor të jashtëm edhe me arrit deri tek pjesa e shitjes së produkteve të tyre. Ne nuk pse jemi një platformë unike, është për shkak se ne nuk jemi një platformë industriale, dhe së dyti ne jemi të mundu me ndërtu kapacitete për prodhues të vegjël, ku si fokus ka me qenë pjesa e trajnimit, dhe së treti kena me ju ofru më që prodhuesve dhona analitike në kohë reale, në mënyrë që përmes AI me e gjetë edhe klientët potencial në Bashkimin Evropian. Këtu kemi një model të ardhurave siç jemi duke planifikuar, 3 deri në 5% është pjesa e abonimit pra brenda platformës tonë, është pjesa e disa features ekstra, është pjesa e trajnimit përmes AI dhe pjesa e certifikimit. Ky është plani pra po zhvillimor, do të mundohemi që në muaj 6 deri në muajin e 12, më veç se me i pas hapat e tonë parë të shitjes. Objektivat tona janë deri në 50 mijë me pas të hyra të shitura, kurse do të mundohemi që me gjeneru edhe vendet të reja puna, ku me fokus ka me qenë edhe pjesa e punësimit të grave dhe të rinjeve brenda platformës tonë. Ju faleminderit shumë. Mirupafshim.